Mirë brama dhe mirë se pëtakohemi, jemi edhe son të bashkë kënaqësi këtu diskutimi ka një serës, prej kur jemi pozicionu, i kemi prit orën e transmitimet. Direkt tek diskutimi hiç A, të unë s'ke mirë. Se isha ato të gju debatin me Gjithçka vazhdon pas flamurit pak. edhe cimit. Veç du të me prezentu kësa fert, me i falendru sponsorët, edhe këtu gati e kemi diskutimin. Në njerëza sot do të flasim pak po besoj. Ne sot Lirek e vërtet do të flasim pak marrë parasysh diskutimi që ka filluar edhe pas mjanis fakt emisioni, mësaferët në studio fillun me komentu... Se janë dashamirë të sportit. Janë dashamirë të sportit, që të gjithë. Fillun me komentu rezultatet, Messi Ronaldo nuk bën pa marrë pjesë në diskutimet e tilla, favorizimet e tjere, dhe që sot ne Lirek pikrish do të ndalimi, sepse kemi diskutuar shumë herë për dy figura si Messi dhe si Ronaldo. Do të ndalimi sot të diskutojmë a janë këta futbollistë ndoshta më të mëdhenj se vetë kombëtarët e tyre. Kemi edhe raste tjera, nëse kthehemi në histori, kemi rastin e Maradonës për shembull, që është përmend ndoshta më shumë se vetë kombëtarja, por që do marrim edhe informacione të tjera nga mësaferët që i kemi në studio. Pra ideja është kjo, që të flasim se çka mund të bëjnë pikërisht këto yje të futbollit në këtë kampionat, që po spikatin padyshim, po komentohen shumë, po ka edhe lëvizje të ndryshme të tifozëve karshi prezencës ose jo të yjeve të futbollit. Do të diskutojmë se çfarë impakti po sjellin këta në këtë kampionat botror, ku ndoshta shumë njerëz erz i kemi vënë re edhe në studio këtu, sa i kemi pas të ftuar. Thonë që për shembull pëlqen Messi, në këtë rast në pëlqen edhe Argentina, le të jetë fituese ose shkojnë me për shembull me Haalandin që ishe, po qes, Norvegjia ka heq. Çka më po, fatherave të tjera. Kjo do të jetë tema e diskutimit për sonte, ndërkohë para se të shkojmë tek prezantimi i panelistëve për sot, falenderojmë bashkëpunëtorët e këtij emisioni, falenderojmë Air Ticketën, operatori turistik lider dhe inovativ në Kosovë, Zvicër dhe Gjermani, ku nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës ofron lidhje të drejtpërdrejta me destinacionet më të kërkuara evropiane. E ju biletën mundeni me rezervu në airticketa.com. Gjithashtu falenderojmë Spitalin Fati Im, i cili është padyshim një prej koncepteve më të avancuara që ka të bëjë me trajtimin e shumë çështjeve shëndetësore që na atakojnë në jetë. Është i vetmi spital që i sjell gjitha standardet evropiane në vendin tonë, përfshi është shërbimi andrologjisë i vetmi në vend ku trajton infertilitetin tek burrat. Klinika Trandevu, klinik lider në mbjelljen e flokut, klinik elitare specializuar sidomos në mbjelljen e flokut, por edhe për trajtimet e tjera estetike. Klinika Trandevu, shpallur klinika më mirë në Evropë për shërbimet që i ofron. Për me i pak të shërbime, mund të klikoni në rrjetet sociale të klinikës Trandevu. Nëse na nevojitet një koncept më avancuar i klinikës oftalmologjike, është Spitali Italian i Syrit, që i bashkon gjitha standardet dhe i sjell në vendin tonë bashkë me një ekip të profesionalizuar nga Evropa, por edhe vendor, të cilët kanë synimin e vetëm që të sjellim shikim të pastur tek ne, dhe çdo ndërhyrje, çdo intervenim, çdo kontroll bëhet pa asnjë dhimbje. E me neve, sonte pjesë e panelit, është Fitim Fejza, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se gjeta. Knaçi Flamur Grabovci, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit. Cimi, knaçi që sot kemi pjesë të panelit. Faleminderit. Dërsa në anën tonë të djathtë kemi Besim Kajtazi, mirë se vjen, knaçi. Mirë se gjeta. Nisar Dili, rikthehet në krejtën debat në një temë sportive. Mbrëmë mora vesh që kanë qenë futbollist, mirë se vjen. Mirë se gjej, faleminderit, knaçi. Të shohim, ka anon, ka futbolli visari. Po ka Messi edhe këtë, si krejt. Se për politik shpesh kena fol, po për sport nuk kemi fol bashkë. Zotri Kajtazi, po nisim me ty këtë diskutim, e përmendëm pak më herët me Lirikun, që gjithmonë janë, faktikisht në këtë botror, janë përmendur dy figura, ndoshta më shumë se tër kampionati, tër botrori në përgjithësi, është Messi dhe Ronaldo. Sipas teje, mendon që këta i kanë kalu kombëtarët e veta? Po gjithsesi kanë kalu, emri tyre, si që përmendi dhe një panelist tu, për shumë Portugalia i ka 10 milion banor, po Ronaldo në adhurojnë bini 100 milion, aso kënë 200 kur të lunë Portugalia. Faktikisht këtë Ronaldon. Rënja ti, faktikisht përshirë me njerë ka shkaktu edhe interesim në tregun e biletave
në botror. Nërsa për Messin po shihet. Ku lu Messi, tash ka arrit në gjysmën finale, veç po shihet ngritja e çmimit të biletave. Po nëse s'kish qenë edhe Messi, për shembull, në këto... Po këta nëse s'kish qenë edhe Messi, Si janë shpa? ato do yje më të vogël, që pritin të rriten, si që në këta të Francë, për shembull Mbappé, i Spanjës ky Jamali, e disa të tjerë, ata kishin Po ti arrit vet- protagonizëm, kishin Ti shënuar vetë atë. Rajner, nëse si shinkon këto dy figura, kishe pa me të njëjtin interesim botrorin? Tash me thonë drejtin, këto e bojnë më të madh pak botrorin, pjesëmarrja e tyre. Mirë po e kisha shikuar se më kanë një tradit për sjelljes kampionateve, dhe gjithmonë kampionatet kanë pas yje të caktuara. Po. Çdo kampionat ka yjet e veta. Këtë ripoti Ronaldo dhe Messin, dhe tash për tash ylli kryesor mbetet Messi. Messi, ja. Por në tarmet Më duket që herën e kalume se ke pranu që Messi është më i miri gjitha e vërtet, kohrave. Se ka më pranuar pranu. vërtet. I ke qenë pak i rezervuar. Ku manu më shumë ka Ronaldo, po Tash pas ka dojë ka mund Messi. vetëm. U të rrek trajneri. Fitim me Ronaldon, me atë sa pash me diskutimin para prak që e bëm këtu para se me nis emisionin, e ki vrejt, e përmendëm që ka pas, e përmendi edhe trajneri që prej diskualifikimit të Portugalis, patëm lojme që ka ro dhe interesimi i tifozve për me pa futbolin, nëse këta dy nuk do të ishin, për këtë do të bëje ti tifo? Në rrodh por, unë them që Ronaldo menej që është pak ma e modhe se kombëtarja e Portugalisë, për një arsye të vetme sepse derisa Ronaldo s'ka qenë pjesë e kombëtarës, Portugalia nuk ka pas asnjë titull fitu mas evropian, as Nations League është bo ma vonë, pas botror, ndërsa kur ka ardhur Cristiano, me dëshirën e tij, me pasionin e tij, kanë mërrit diçka që u konë në jubilaren vitin 2016. Nuk menej njëjtë për Mesin, sepse Argentina veç ka fitu Kupë të botës edhe pa Mesin, ka fitu edhe Kupë të Amerikës pa Mesin. Kështu që menej që ndikimi i Cristianos në Portugali është më i madh se sa ndikimi i Mesit në Argentinë, për shkak se Argentina si popull veç që mësu me fitu titull, ndërsa me Portugalin Cristiano ka qenë lideri i parë që i ka qenë drejt Që në kanë tradit rrugtime. fitore, na? Po, ka pas edhe më Ka herët. qenë Messi. Unë e kom lexu mbrapa në histori që botrori i parë kur ka qenë që është lujt mes Uruguayt edhe Argentinës në vitin 1930, Argentina u kon finalist, domethënë nuk është diçka që s'ka ndodhur më herët. Ndërsa te rasti i Portugalisë, faktikisht para Cristianos ka pas lojtor të mirë, po nuk ka pas ndikim kaq shumë. Do të më shtu edhe një fakt shumë interesant që menej që lejtorët e Portugalisë e kanë pas si avantazh, por nuk kanë ditë me shfrytzu. Zakonisht, kur Portugalia ka pas lojë dobët, zakonisht gjithmonë është kritiku Cristiano Ronaldo. Do me thonë, ata... Edhe mbrëm në këtë studio tha, edhe shpesh thuhet që Është bo pengesë. Cristiano po bëhet pengesë për është pengesë, kombëtarët. nashta në syrin e dikuj, po në radhë, por unë mendoj që ai lirën për i presionit këtë lejtorë tjerë, nëse ai e merr këtë kritikat kur humbe ekipa, do me thonë lejtorë tjerë janë Po, a nuk hije, edhe është nëse nuk e bojnë a mirë. nuk është kështu edhe tek, për shembull, tek Argentina, nëse Argentina luan mirë, krejt meritat shkojnë tek Messi, dhe nëse luan dobët, kritikohet, po ashtu Messi. Është një dallim i madh mes Argentinës e Portugalisë, se Argentina luan për Cristiano Ronaldo, ndërsa për Messi, ndërsa Portugalia secili ka atë egon e vetë që dojnë me dalin pa. Kështu që nuk menej që e kanë respektu mjaftueshëm kombëtarën e tyne, edhe pse menej që realisht Cristiano ka pas qatë shumë dikim, sot që edhe vlera e tyne si lejtor është rrit për shkak që është Cristiano Ronaldo portuges. Dojnë të njëjtin fush. Kresht. Cimi? Ka në nënësinja. Unë si fan si Barcës që jam, do me folë drejt pak. So e përket kualitetit Mesit, mund të them lirisht që ai njeri është UFO. Shumë thjesht. UFO, ai s'din, nuk e di unë, nuk me... Po e në ta që ai djallë është mrekullia e futbollit sot në botë, në planet. Ta është ta me të pytë Nashta- kur po thunë nashta- UFO. Qëre, mund tjetë fakt që është lejtari më i mirë në botë. Nashta nuk është si njeri, si adin shpirtënisht nuk mund me qenë më i mirë se Ronaldo. Apo kupton? Ma human, Ose ma karakter. ose ma karakteret, që apo kupton? Por se lojtar duhet një hap dorën, është ajo është pik.
A din nuk kom çka do të flas për to më tepër është e tepruar. Edhe pse jam në këtë kampionat jam për Spanjën, edhe shkaku që jam për Spanjën është Lamine Yamal. Kur gjë tjetër. Pra natyrisht e luajnë lojën e mirë, e luajnë një lojë, ndoshta është mendimi jam, ndoshta është taktike gabuar që e luajnë një lojë të hapt, a din? Po në anën tjetër më pëlqen loja atyne edhe pse luajnë lojën e hapt. E pse me Yamal e jo me Messi me qenë se... Sepse është një djalë i ri, soi ka po 19 vjet, është talent i ri i cili diçka lind në këtë planet, po natyrisht se nuk i ka kvalitetet e Messit, aja kuptohet, po është i ri. Ta është tek shyrën tarë në çka A mund të jetë Messi ardhshëm? A mund të bëhet një Messi ardhshëm Yamal? Problem është. Problem, a? Shumë problem. Për me qenë kopje dikujt tjetër duhet më bu edhe më mirë se çaja kopje që e kom përpara. E është problem. Po se del kopje keqe. Si ka atributet, nuk e ka fiziku, nuk e ka lojën e Messit, është. Unë mendoj që potencialin, Yamal e ka komplet për mu bo lojtari më i mirë në botë. Po e ka dëshirën edhe e ka të urinë që e ka pos Messi, ato nuk mujna me ditë. E po këtë gjeneratën e re, që të po e kritikojnë që nuk pe kanë të njëjtin entuziazëm, do shta që kanë pas Messi dhe Cristiano Ronaldo. Është po jo në kalume, ose para 2 javë më duket e ka pas ditëlindjen, i kishin bërë një farë feste pak që frenume, edhe kështu e menu vetë me veti që Cristiano dhe Messi s'kan pos kur skandale tila. Nashta dhe kanë pos, për i kanë mojt tila. Nashta dhe i kanë pos, për nëse kina po. I kanë festu pak kanë pos për vujë ma shumë. Spanjën është e më shef, po me moshën 18-19 vjeçarit Ronaldos në Angli, edhe që shkon Cristiano Ronaldo në atë target i mediave britaneze, nuk besoj që këshin ikë këto skandale. Kështu që këta generata e re sot janë kogja zizë. Me u lojtori më i mirë në botë, nështë asë mas shtiri, po mas shtiri është me mojës ato. Disciplina. Shmarë me dime rrëth yjeve dhe komtareve, dili, që shë këtë pjesë, po pa shmangshëm po diskutohen këto dy personazhe, personalitete sportive, po a mjafton me kaq, a mjafton veç me 2 persona? Po shkolliri këta, Ronaldo dhe Messi janë prej vitit 2004, respektivisht 2005, pjesë e skenës të madhe të futbolin profesional. 2004 të unë i kom pas veç 19 vjetë. Edhe sot djali jam është 3 vjeqar, e vesh hala në rresën e Ronaldos. Dhe më thonë, kjo të regon për një person... Ta generata ato na prej shkollës fillore i njohin. Dhe më thonë, na prej shkollës fillore jemi rritë me futbolin e Cristiano Ronaldos, që pi bjen edhe djali jam sot moshën 3 vjeqare me ditë kush është Cristiano Ronaldo edhe me pas dëshirë, me pas në rresën e Ronaldos. Po ashtu, po flasë për anën tjetër të Messit, që besoj që ka kogja shumë. Pra, punat cilën e kanë zhvillu këta, talenti tyne, rezultatet në fush, pa tjetër që i bojnë jo veç ma të mëzaj se komtarët, po ma të mëzaj dhe se klubet ku kanë lujtë këta. Nëse këshyrë Cristiano Ronaldo, i përmeni do statistika fitimi, Portugalia nuk ka pas asë njëherë golashinus edhe asistus një të nko ma të mirë në historisë sa Cristiano Ronaldo. Një të gjë ndodhe dhe për Argentinën. Ronaldo ku ka shku në cilin do ekip, kalon gjurëm. Tash nuk është e letë, sidomos për vitet e parat, vitit 2000, kohën kur ka lujtë Cristiano Ronaldo në Manchester United, edhe ka pas një trener si Sir Alex Ferguson, me pas atë farloj hapsire, edhe me mujt me arrit, për shambull, mbi 100 gola në atë periudhë kohore 6 vjeqare. Kur e dim që periudha e ti e parë Manchester United u karakterizu edhe me disa probleme familjare, jo vdekje e babajt, mas nej vllavi e alkoholizuar tjere tjere. Messi ka pas shumë ma letë për shkak që ka lujt me një kampionat që Spanja në krahasim me Anglinë e ka një kampionat ma dopt, po që ka pas një bujt madhe mediatike dhe talenti Messit normalisht që nuk ka mujt pa oronë sy. Prandaj nuk është edhe rasishme kur i shohim 2 individ që edhe sot njënin moshën 21 vjeqare, tjetëri afer 20-ave, kanë kaq nivel të madh edhe ka kaq shumë pasion edhe interes për mi po këta 2 në fush. Kjo të regon shumë qartë që punë e tyne, përullësia e tyne i ka prun këtë pjesë ose në këtë nivel ku janë. Gjë që mungon të generatat e reja, na u përmen këtu Yamali, mos të harrojmë kemi Mbappé. Mbappé është një super talent edhe që moshën shumë të rejtë 18 vjeqare
i ka shkel skuadrat e cilat i kanë dalë përpara, po flas për skuadrat mëdha me futbollin e tij. Nuk ndodh për shembull njëjtë me to, për shkak që e dim që kanë plas skandalet një pasnishme për Mbappén, formën që shaj stërvitet, formën që shaj i trajton bashkëlojtarët, por nuk janë lider të lindur të cilët i marrin ekipet mbrapa vetes dhe tentojnë me shkarku komplet presionin mbi veten e tyre dhe jo kolegët ose bashkëlojtarët, gjë që nuk e bëjmë për shembull Mbappéja edhe tjerë. Për çet arsye këta kanë me met ndoshta si dyshje vetëm në histori të futbollit, nuk besoj që ka me pas mon histori të futbollit një dyshe që për prafërsisht 20 vjet ose më shumë se 20 vjet e ka ndas skenën e futbollit në nivele kaq të larta. Pra, Flamur, me atë sa po kuptoj tash po diskutohet në studio për me qenë tifoz i dikujt, pra një tifoz faktikisht nuk e sheh Messin vetëm se si luan në fush apo Ronaldon, po edhe gjëra tjera të cilat e përcjellin në jetë, përmendje dhe fytimi, për shembull të festat e ditëlindjes, jeta shfrenuar, ndarje, martesa. Kështu, yjet e bojnë futbollin interesant, kombëtarja i bën histori futbollerat. Nuk mundet asnjëherë me dalë një futboller më lart se kombëtarja. Kjo është e dëshmuar me vite. Për shembull, gjeneratat e vjetra e njohim Maradonën, Pellën, gjenerata e mesme e njohim Ronaldon, Ronaldinjon, gjenerata jonë e njeh Messin, Ronaldon, për shembull, si yjet që nuk harrohen. Tash për shembull, gjeneratat e reja janë nisën më lidh me Yamal, Olise, Mbappé, e ka shumë emra që kanë marrë. Domethënë kombëtarja të bën histori. Kombëtarja të jep mundësi me botë histori, me shënu golla, me shënu rezultate. Po të njëjtën kohë është edhe ai risku i madh që na për shembull Roberto Baggio e njohim si një ndër figurat, për shembull që ka marrë rrymë në Itali në atë vitin kur e ka u penallin për finale, për shembull. Unë jam kon shumë i vogël edhe e më mend si sot, për shembull atë dëshpërimin e familjes së ku e di se tek sina pas kombëtare. Kështu që unë besoj që jam 27 vjet me sport, edhe futboller, edhe me sportin tem si përfaqësues i Kosovës, edhe gëzimi më i madh është kur të thirr shteti me përfaqësu vendin. Domethënë nuk ka gëzim më të mirë për shkak që ti e përfaqëson flamurin, e përfaqëson vendin tënd, edhe e përfaqëson shtetin tënd. Për çata nuk mumi, për shembull, unë më kon 8 vjet gara, edhe kam shumë medalje të fituar që i kompru vendit ton, edhe arroganca më e madhe është kur ti janë nis me minutë që i më shumë se kombëtarja ose më shumë se federata. Domethënë këto është problemi i futbollerave ose sportistit që është i disiplinuar, i merr fjalë edhe çep shembull. Nuk mundon asnjëherë për shembull me dal kundra federatës. Bodybuildingit për shembull, çat sportun i kam 12 tituj, i kam për shembull kampionat botëror, kam kampionat evropian, medaljes ballkanik e shumë gara evropiane. Tash nuk mund është ti kur të moni shumë garën e parë. Ndërsa njerëzit mujnë me të njohë, ty më pas me kuptu për e cilit shtet je. Për e cilit shtet je, qashtë. Ndodhë për shumë edhe me Messi, ndoshta shumë njerëz ose onë që nuk jam adhërusi më i madhi i futbollit, fillimisht e kam njohë Messi, më pas tu luftu për të kuptova që është në Argentinë. Jo, në qëre, është atë qysh, unë po thëmë, është një si mundësi që ty të hapën dyrë të suksesit për histori personale. Për shembull, ti mundesh me pas rezultate ma shumë se çdo individ që është në atë klub ose atë federatës atë shtet. Po jo ti më ko ma i madh se kombëtari ose vetë shteti. Për shkak që te ki mundësien që ata ty ta kanë ofru qatë shërbim, që ti me tregu veten. Unë gjithmonë nisna prej sportit tonë, se është e njëjta fush, çdo sport e njëjta trofe, është e njëjti gëzim. Domethënë Majlinda Kelmeni, Krovo, medaliste olimpik, na kon këtë lumtur, për shkak që është anë pëse si jam adhërusi i gjudës, për shembull, ose dikush thotë me një dërzu me bo e mor një medalje, po është teknik edhe është e ka gara qato statistika. Për shembull, bodybuildingi për shumë, 70% ju duke sport pa lidhje. Unë mujë me thonë me plot kuptimin e fjales, për shkak që nuk e dile dhe ju, nuk e dile dhe pse fitove, për shembull ka pasur si rasti ku thonë këtë bën njëjtë kushni, a vëdhen? Se kur i kena ik maizat ato do këtë njëjtë. Po e çata, domethënë shteti ty t'jap mundësi, për shembull ma ka dhënë mundësinë më kon me Juve këto. Apo kupton, domethënë bazë të rezultateve. Po veç me çe përmendë Majlinda, për shembull Majlinda i ka jap shtetit mundësi që me spikat në botë. Me spikat në botë, po para.
Para se me dalë botë, do me thonë... Me qenë meritore. Për shteteve të mëdha, tash nuk mund të krahasu Kosova me Portugali. Po du me thonë që na kena me pasën yje shumë të maj, kena me pasën tash për shembull vajza e pa ditëlindjen, unë më tha me blet dresën e Uleses, për shkak që është për momentin kur shkova në dyqan, është shumë trend dhe nuk kiti me ble. Do me thonë është kjo të ndosë si trend rritje. Panela më shqitura. Kjo është që fanela më shqite për momentin është e atyna, do me thonë një e mesit. është një farë trendi që ka i edhe të tritë në TikTok-a e këto. Generata, update të bo. E kështu që, unë menoj që kombëtarja është shumë e shajt, për shkak që ty t'jep me përfatsu edhe vendin tënë, edhe t'jep me përfatsu flamurin. A më dalën tash edhe Olise, edhe Mbappé, edhe Bellingham, edhe David Beckham, Normal. edhe Wayne Rooney, edhe dalojnë lejtarët, shkrejt lejtarët me Ronaldo në dhe Mesin. Po ndalojnë aty pozita, bro. Po jo, ndalojnë edhe aspekti, po edhe të aspekti ndikimi ty në vjen për shkak të karierës ty. Kuptohet. Këta janë rekordmena ku do që kanë shku. Nuk mundesh me gjetë tjetër lejtar në futboll, përveç se Ronaldo dhe Messi, që ku kanë shku nuk kanë thy rekorde. Të më thonë, qofshin në aspektin personal, qofshin në aspektin e klubit. Kështu që pa tjetër, dështëm apo s'dështëm me pranu, këta kanë me pas ndikim dhe më përfatësuse. Po këta nuk e kanë qatë ndikim sa që transmitohet. Se ta kish pas Cristiano Ronaldo qatë ndikim që transmitohet, unë jemi bindën, pikë spari, Bruno Fernandeshin se kish lonë, heq me lutë. Me kish lutë, ashtë. One këtu me nova, one këtu të jeshtë a me darë për shkak që këta që e kanë qatë komunitet edhe qatë respektin e madhë, ta shbarët për elitarve edhe aroganca tyve mrenda grupit qysh e shprejen. Për shkak që Mesin të e shef dukshëm, kur kanë Messi, kanë këtë ekipa. Kur gëzot Messi, gëzot këtë ekipa. Te Ronaldo kanë e ndryshme këtë kampionat. Ti ke pas grupacione në trening, e ke pas në media, e ke pas në lojë, do me thonë, e ke pas që nuk e ka pasën supportin që që ka Messi për ekipës. Me përkthy Portugalin në një subjekt politik në Kosovë, kishë radë LDK-ja, kështu mas për shtatë. Do me thonë, se ka pas grupacione. Se ka ndu kush e lideri. Kjo ke fort se, do me thonë, kjo është shembullit që besoj që po se për që ta dhe e patë mlefi shumë të madhe si person vetë, kështu edhe dëshprimin e patë shumë të madhe. Mirë. Përmendi pak ma herët Cime, përmendi foli pak për personalitetin në këtë rast, për shambull, tha që Ronaldo mundet me u cilësu si njeri i mirë. Ku bazohet kjo erës? A ka kështu të vëna, Cime, në këtë rast? Se zakonisht a i spikat në loj, po si pjesa njeri tjetër... i mirë, direkt me ndoj e shojnë edhe tek këtu që i kanë dimu shumë, për shambull të varë. Shumë humanitar. Është human. Po. Është human. Messi s'ka bokë. Shprej popullor që pak është shumë ma për toke se so Messi. Aden, artët me folë drejt. Gjesti që vlerësohet për Ronaldo, është në Kovet, ku e ka që gjitha hotelet, shfrytëzim pacientave dhe të prejku që konë me Kovet. Do më thonë, këni gjithë gjdo hotel ku e ka pas, i ka pas dyrë të hapën për shkak të izolimi se nuk e njoshme si smundje. Do më thonë, kjo logaritet si gjithë jashtë, do më thonë që ka pa mishësi edhe... Mos arroni Daniel Veshin, deklaratën së dje keni ledzu, deklaratën e Dani Alves, ish bashkëlejtar, po ish bashkëlejtar i Messit të Barcelona, ai ka shku në burg për shkak disa problemeve tina dhe mas ne ka falimentu si person. Edhe është Lionel Messi që ka nimu financiarisht gjatë procesit gjyqësor, po edhe mas është individual. Ideja është njerëzit që bëjnë humanizëm, po se bëjnë të madhe. Që to po du me dola nuk e dina se so human mundet me konë Messi si person, po derisa nuk kemi humanitetin personal edhe popular. Ronaldo për shumë njerëz do këtë me në madhë. Po, se qëto do është ta me thonë, për shambull, shumë herë komentohet edhe si arrogant me ndje madhë. Unë e kom pas... Normal, Daniel Veshët, Ronaldo se kishtë një mu ishtë qëtras i shkonë. Vetë kur kom lujtë futbol, jam unu për shtot, edhe në dokin e Ronaldo, edhe në stilin e lojës, po që Ronaldo e ka të regu historikisht, të me thonë, prej familjes vetë e derit e aj ish bashkëlitari ti që të regon historinë e parë, kur kanë qenë prova në Sporting që ja pason Ronaldo stopin, kjo jep golën edhe zgjedhet për me kom pjesë e Sportingut, që i kanë dimu mas nej financiarisht gjatë gjithë jetës, edhe e ka tamon jetën e ndrytume prej Ronaldo si shej falenderimi. Shumë tjera ka boj. Po, nuk mund me thonë për Mesin, po nuk janë deklarata publike. Në krahasim me Mesin,
Ronaldo ka bo shumë të mira. Po nuk e dim që so ka bërë Messi, nuk guxojna me krahasu. Dëgjoj. Jo statistika. Dhëna publike. Nuk e dim na që nashta Ronaldo ka bërë Arroganca e për Messit me të tjerët në krahasim me Ronaldon e avrejet, shihet për Ronaldo. Unë Messin si lojtar. E pse atër nëse kjo është, pëtësim një pytje, nëse Messi qenë ka arrogant, atër pse ekipa e Messit luan kretë luajnë me një farforme bashkë, ndihmojnë Messit, dhe ndodh e kundërta në Portugali. Po me dhënë ekipa e Argentinës? Po, Argentinës. Argentinës me Portugali. Argentinës si vetë arroganta anketa, se që vjen ata. Ata e shtonë patriotë se portuges, për vendin e tij. Arroganta krejta? Krejt arroganta. Mendoj që ato janë pjesë edhe trenerit që e bën grupin për shkak të harmonisë. Po, bro. Janë edhe dy gjëra, autoritet. është respekti edhe tuta e respektit. Domethënë është edhe tuta e Messi ka shumë ndikim që mundet me largu një lojtar pi klubit. Unë mendoj, domethënë Ronaldo që e ceki marrët nuk ka mujt me largu për shembull deqit pik për shkak që ai kishte largu një dë minaran për shkak që u pake sakt edhe pasimet, edhe kur e lirëshin për topit, ose u pake dhe qatë pikë popullizot me një mënyrë në fush. Nuk mund është një pas 21 asistimin në Premier League, 0 asistimin në kampionat shumë komfort. Për shembull, një ditë në këtë studio, dikush pati ca akuza për Ronaldon, ku tha që po mrin në kulmet karrierës dhe ndoshta në një farforme e pa dhe imazhin e nënës Ronaldos si protagonizëm për mediat, për me u përmend, me u etiketu si Ronaldo, nëna e tij që bën si familjar, që nuk e humbën fiks. Që ka qenë në Evropionën e kalum, nuk ka qenë këtë botëror, se e poshtë që e këshin etiketu për këtë botëror. Qa menojën me u lidhë marrët për që tha Flamuri është se menoj që lejtarët në Argentinë shojnë Mesin si të paprekshëm për shkak talentit ti. Po ku është faji? Edhe menojnë që nuk mujnë me mri për shkak talentit ti, ndërsa në Portugali, menoj që shumica lejtarëve e gjelozojnë Cristianën për shkak se thojnë nëse këshumë pënu sa kë, nashta këshumë bu ma shumë se kë. Se ka pos lejtarë dhe ma talentu në Portugalia, për shambull në kalumen, por nuk kanë mri sa kë. Kështu që me nej që e ka një farë gjelozie, të pa kuptimt, por realisht ajo është sa që shihet. Unë menoj që edhe pjesë Argentinës, Amerika Latina, anaj edhe sistemi i politikave është shumë i rigoroz. është muj me thonë, ma ka komunizmi është, për shkak që Evropa në edhim, Evropa jena ma demokrata ma. Kështu që atje mundet më kone pak ndikim politika, se atje reagon direkt presidenti shtetit. Nëse, për shembull, djali i presidentit e don Mesin, ajo është gjendje me shkaku këtë ekipin për to. Unë menoj që është. Ndikimi i Mesit në Argentinë është shumë i madh. Po dhe i Ronaldo është ashtu. Mu ka ndodhur në Evropë i nako me sport, me një seminar edhe tash i më konë portugez edhe neve në mërën. Për shkak ata kënë tjetër sport. E tash u që shoferi autobusit edhe po thot kush është me Mesin. E na nuk i këna diqen portugez, e na fatmirësisht keme Ronaldo. E këthomi na jena me Ronaldo. Tha shumë mirë, tha se nëse i shkon dikush me Mesin, kështë drypi autobusit. Edhe na e boni si fani, amo e po që është... Kajtazim, si që po thëje. Ndikimi i Mesit në Argentinë është i madh. Është shumë i madh në Argentinë, ndoshta edhe në caktimin e përbërjes të parë të Argentinës. Mesi vendos shumë raste, ka një parapërgjithësi si... Mesi atjertë. Mesi, e tha dhe treneri tina, e tha i... Scaloni si... Pra formacionin... Kur farkshillas më ndonjë tha Mesi. Formacionin e Argentinës e bën Mesi. Po, përafërsisht i përshtatë. Me pëlqimin e tina. Me pëlqimin e tina. Lojtar si Mesi, rrallë që ka me linë edhe në shumë vite të mira. Majna. Cimi është shumë i kjartë, se na po mundohemi me fol me një aspekt që profesionizmi edhe jeta e përdishme ndryshon. Si ti mund është me pas një mjeshtër, super mjeshtër, por nuk të vjen kur me ndresh diçka se është shumë i ligjëzus. E profesionist shumë i madhe, futbolar është shumë i madhe. Po dhe kur është një yll, ose një futbolar, si që po thoni, shumë i madh, në një farë forme ndoshta ndjeni indiferent kolegët e tij. Jo, unë menoj që... Çfarë faji ka Mesi, më pas? Nuk është, po, gjithë shka ka fitu. Gjithë shka, kjo është. Po i Mesit është veç që ka shumë favorizime për to. A ka faja i që është ma i mire? Jo. Vetëm është që ka shumë favorizime. Ama nuk mene që ka nevoj për me i favorizu, nësë është ma i mire. Nuk është ashtë është. Si shdo është me pos nevoj? Po të kush me ndonë që s'po favorizohet, do shta.
Tash këtë varet për cilit këmë të Tash shenë. pikpamja është çështë që po të visorit. Që është Nëse shenë. Jashta- këmë jashta- militantesk, normal që nuk favorizohet. Ja shta thyne... Nëse shë prej kondit militantesk ajo gabim. Ajo qasje gabu ma Gabem është. është, ashtu. Nuk Kjo bëmë ka këshyra është të ndodhur, kjo ka njeri. ndodhur më herët, ka Dem. qenë Sepp Blatter si presidenti FIFA-s ose UEFA-s, FIFA. ku ka dalë me një farë deklaratë skandaloze. Pa dalë pa të folë për Cristiano, sikur me folë për një njeri shumë thjesht, me jo shumë respekt, ndërsa për mesin ka pos Lavdata, këtë tjetër lavdot, këtë tjetër qose. Do me thonë, Nëse ku ka Cristiano përmendur për se shkak të Blatter e dina. arrogancës ti, që e ka, është sen që e ka, nuk është në qeft njerëzve. Po menoj që nëse nuk e kish po qatë ego dhe qatë arrogancë dhe qatë vetë mohem, ai nuk ish mujtë mu cilësu si lejtori ma i mirë në botë ose me ushty me mesin. Se për shkak talentit ata që krahasohen. Interesante do tjetë që në botrorin tjetër nuk do e kemi këtë krahasimin Messi, a kryen edhe Messi me qëto? Ina. Shtyne më për janë të tjeta. Si pas gjitha zazë dhe këtë do të jetë botërori i fundit edhe për Mesin. Botrori i fundit. Ina në rjetë. Besoj që i mund... Treneri i ri portugez tha, unë jam i hapën tha edhe në fotëror bizedime, 2030 me pas Ronaldo, do me thonë kështu që nuk është befasi nëse shohim Porto Këto s'folshojmë për ta edhe vit. lejtarët njëtën kohë. Ndikimi i Kylian Mbappés në Francë, nëse krahasoj me një futbollist se më kujtu që ta është, bile më kujtu për shkak një incidenti që ka pas në fush, bëhet fjalë për Zinedine Zidane, nëse nuk gaboj, ka qenë ai incident që ka marrë fund edhe karriera e tij profesionale në futboll. Si dy figura nëse krahasojmë këtë kombëtarja e Francës. Po ka qenë rasti Zinedine Zidane vitin 2006 nëse s'gaboj. Ka gjujt me kokë. Me Materazzi me kokë Po. për ka godit. Beles thuhet që në atë vit ka qenë lejtori më i mirë në botë dhe ka pas me fitu dhe topin e ortë. Po të mos e kish buat gjesta dhe mos e kish u finalin, sa tani. Po, ka hupi numër edhe pas finale. finale. Mbappé, mi krahasu me ndikimin e tij se Zidane, mendoj që Mbappé ka fitu botërore me një moshë shumë të re. Edhe nuk është që pajtona që nuk është lider komplet. Realisht e ka shumë ma let me lu se ka lejtar shumë atë mirë që tash se sa që ka pos Zidane atër. Edhe pse atër ka pos yje, po që tash Mbappé e ka pak ma let me lujtë se i ka yjet për atë thjesht. Dembele është Olise, është Ndu, është Barcola, është Chouameni, Dinje, nësë jarë i krejt lejtarët, po menej që e ka pak ma let Mbappé në qëtë aspekt, mirë po menej që përgjësin e ka ma të madhe, sepse është në etiketim të krejt foncave se çka mërët me bu për kombëtarët vetë. Fakti që janë ende aktiv në futbol, apo i lë Kajtazi tash yjet e rinë në një hije, për shembull. A mundemi me prit që në kampionatet të ardhshme, sepse po thoni që nëse këta marrin pjesë prapë vëmendja është e këta, me qenë të yjet e ri, për shembull Yamal, me që është përmend shpesh. Me siguri, jo apën dyrt zhvillimit edhe Daljen në pa. dalën skenë. Nuk i Fundit mundin dhe tri. yjet Që njëri në kur me 2 tjetrin. minuti skenën, mbashëm se 20 vjetë, 2 dekada. Që 2 dekada këta e dominojnë skenën në futbollit botror, evropian e botror. Kështu që pas ti kampionatit do dolin do yje të reja, si që përmendej Mbappé, me radhë ka vinë pas ti ma 3, Ndrimi gjenerata. ndrimi gjenerata do ndodhe dhe do të kemi kampionatit interesante prapë. Pikërisht si që Kulovi- tu ka problemin Real Madridi. Që tu Ndrim ka gjenerata. problemin Reali. Transicioni me gjenerata. gjenerata, po. Udhën. Sa ta alo me lejtar të vjetër në kaluin. Vesh Që tu për ble. shembull, ti ki- Barcelona po shkon tamam për akademisë. Dhe në kreti ka 3. Fresh. Fresh. Është Një një kitë- psikologë një ditë tha që gjenerata të reja nuk priten me pas Njëjtin ndikimin ose vrullin ka shtë madh në futbol, sepse nuk i kanë as kapacitetet të sotme. Ja, do t'i jenë, unë nuk pajtona me atë mendim. Po lodhen ma shpejt në fush. Po lodhën. Lodhen, po janë ato, tash ka ndru sistemi stërvitjeve i futbolit në krahasim me para 20 vjetë që shru futbolit, sot kemi një futbol këtë tjetër. është futbol modern, ku përmendë dhe njerë, tash futboli është shkencë. PlayStation. Kështu që do të kemi lojtarë të ri, edhe me siguri ma unë do të flasim që do t'ja t'i kalun edhe këtyre dyve. Nuk janë të pa t'i kalushëm. Nuk janë. Nuk janë. Bota e futbolit që gjithë shka. Kush Emra. pak ja afrohet, po më intereson trajner, si pas teje. Tash për tash, Dili për dhe ta s'ko. tash për tash, po tash që ka mundësi me t'i kalu, tash Mbappé me t'i kalu. Mbappé. Me tituje, me Po. gole, me këto tjera. Po, se statistikat edhe ka të knatshme. Do të ketë koha.
Sa mundet me majtë Mbappé që të rritëm, na nuk e dim. Ne kemi po dy versionet Mbappés ndryshme për një sezon të tërë të Real Madridi edhe për disa lojë të kombëtarja e Francës. Kjo po na kallëzon që në Kylian Mbappé, kur nuk e ka krejt ekipin mas vetes, është një dështak, edhe kur e ka krejt ekipin pas vetes, është një lojtar që mund me krahasu me Ronaldo dhe Messin. Për këtë arsye, unë jam shumë skeptik që nashta mundet me ndodhë mas një 15-20 vjetëve një djalë i ri i Kosovës, me u thy statistikat këtyne dyve, por aspektin evropian, botëror, për nacioneve tjera, unë nuk pres kur që mund në dikush tjetër. Për shkak që na si popull ende kena të urinë e madhe për me arrit diçka shumë. Edhe unë jam shumë optimist, ato i po gjeneratat e reja, s'to mos në Kosovë. Kush, për shembull? Nuk kam emna, po flas për tritë e Kosovës, fëmijët e Kosovës cilë janë të urinë. Janë më ambiciozë. Unë shoh shumë potencial, për shkak që gjeneratat e reja tonat në Kosovë janë fiks të stërvit në terene, në fusha, edhe në forma, qysh kanë stërvit Ronaldo dhe Messi para 25 vjetëve. Kështu që unë në qëtë kontekst e shoh që ndoshta në tardhmen një djalë i ri i Kosovës mundet ndoshta me pas potencialin edhe me t'i kalu për masat e këtyne dyve. Për nacioneve tjera jo, se për shumë çdo ditë lejtarë që të bosë si robota. Unë meroj për masat e si super talent, ose talent shumë i madhë mënet, po për shkak që statistikat i kanë të frekshme. Për shembull Ronaldo është ofër 1000 golla. E për shembull tash, me marrë një shembull, çdo 30 ditë kanë ndeshje, çdo 30 ditë kanë lojë, është edhe lëndimet i kanë evenent. E kanë rrezikimin e kanë shumë atë madh për me mbri një statistikë. Po vetëm harroni që jo përmendet pak më herët që këta kanë një epokë që luajnë, që i shohim ne, tash edhe Kylian Mbappé ndoshta i duhet kohë për më arrit në statistikat e Ronaldos. Për shkak ngarkesës, unë po voli gjithmonë për shkak ngarkesës futbollit shpejt, edhe që tash nuk është më të lutë veç në jamën. Për shembull, na shohim me shembull me Francën, na e presim Mbappé me shkëlqen tjetëri, për shembull, është e kundërta. Domethënë çdo ekip nuk ka më veç një yll, edhe me lut këtë ekipa për to. Tash tek i fundit janë të pa, ti mundesh me pa edhe shumë logjikshme, çdo të zhvillu loja, për shembull, ja nisim prej minutës 30 dalin ndoshta edhe prej komandave të trajnerit, se shohin që nëse lypa me shti topa në zonë, e shef që ja nisim me lut lojën edhe i shet edhe nervozizmin e trajnerit, e sheh haptas që ja nis me pa që nuk është të ecë qaj plani ose pregaditja që e ka po parandeshjes. Me që jemi në fund, po du si pas jush kush mendoni që e fiton kupën e botës, vëtjem? Me rezultatet sakta. S'kisha po me jep. Po e gare. Kush e fiton si pas teja? I kisha jep për parësi 3 kombëtarëve që e kanë trajnerën e tyne. Po 4 janë krejt. Edhe 3 tash. Të përshpët me logikën. 3 kombëtarëve që në trajnerat e tyne janë kombëtarëve tyne. Është i vetmi Tucheli që është me në shtetësi gjermane, është anglez. E historikisht në botërorin e kam fitu veç shtetasit me trajnerët e tyne, kështu që me nej mes Francës edhe Argentinës, që s'kom që a feq, po Franca me nej që mundet me konë si vjetë kampion. Për shkak të formës. Flamur? Qore Franca ka dhonë super loj, edhe ka dhonë shumë shambull që kanë aftësi me botë pa mundshme. Po jënë të lujtë super mirë. Unë me nësoj që mas këtë lojve edhe analizave që në botë i tashtë Franca është favorit. Franca. Sem? Për këtë në dyve... Nëse e ka pak shtirë. Flamurit, unë jam këtë ndryshe, së unë e këshyri pak ma ndryshe. është mendim jami. Personal, Franca deri që tash i ka pas në këtë kampionat i ka pas kundërshtat krejt më të dobët se sa që i ka pas Spanja. Fiks. Suedin. I ka pas disa më të dobët. Që ta jenë më të pushushëm. Po. S'ka lidhje e punë hiç, po më të dobët i ka pas. Po e vërtet. Le të provojmë në Spanjën sonte të kallëzoj çydel. Apo është kjo problem. E kuptojmë rezultatin. Ose tregoj çfarë. Ja, pritësh pak. Nuk po du ta është me anashkalu dhe Francën, sepse e ka Franca, e ka një kundërshtim shumë të frekshëm e ka. A den? Edhe ata vetëm kundërshtim nuk i presin. Përkundër asaj çfarë lojë lun Spanja, lun pak më. Kush? Franca, të thon fort. Franca. Spanja. Spanja po thotë shpejt jemi në fund. Shpejt jemi. Unë për Francën, finale do të luajmë me Anglinë, me siguri, besoj.
Franca fiton. Franca fiton, Një Dili? përgjigj flamurit me ujë, zjarm edhe Gjerman s'ka hajgare, kështu që Anglia. Anglia. Në Facebook e kesh një koment. E fundi dhe. Pa po. Ta që shkom kush Franca, Spanja, i shku në komendi, i shola 2 të fupin shkën Anglia. Tash është Me kjo... eliminu, mi po ma leta. Pas pak me Drecën edhe Kadrije Canollin, Ne falenderojmë shumë. do të kuptohet edhe rezultati, me që ishim të folë Po. për rezultatin. Pajtohet. Ne falenderojmë shumë që Knatësi. sot ishit pjesë e këtij paneli, ishte shumë knatësi. Faleminderit. Pas pak kuptoni rezultatin se ç'ta liki me Ndrecën dhe me Kedi, nuk e di se si ka jo parashikimet për këtë ndeshje Faruk Statovci dhe Liridon Leci, uroj që ju kanë dalë deri dikush që mos më Pileja në afru pak. Afru, Pile pak. Knatësi. Natën e mirë, Natën e shemi. mirë.